Presidenti i Sigal Insurance Group, Evniponari dhe kryetari i Shoqatës Rajonale të Futbollit Tiranë, Krenar Ali Mehmeti, nënshkruan një marrëveshje 1 vjeçare bashkëpunimi në mjediset e Federatës Shqiptare të Futbollit. Nga kjo marrëveshje, 5600 fëmijë futbollistë, djemë dhe vajza që luajnë brenda qarkut Tiranës, do përfitojnë kontrolle mjekësore të rekomanduara dhe siguracion për dëmtimet sportive në një paketë të përbashkët që ofrohet si gjysmë sponsorizim nga Sigal Insurance Group. Marrëveshjen e përshëndeti presidenti i Federatës Futbollit, zoti Armando Duka, i cili e vlerësoi si një hap shumë të rëndësishëm në drejtim të standardeve dhe cilësisë së futbollit të moshave. Unë para takimit po flisja me doktoresh Ariana dhe më tha që kjo për mua është një ngjarje historike, sepse fëmijët më tashmë nuk do të jenë, le të themi, në rastësi apo në, le të themi, në mëshirë të fatit, por do të kenë një gjë të siguruar për përshëndetjen e tyre. Presidenti i Sigal, Evniponari, në fjalën e tij çmoi lart marrëveshjen dhe shprehu gatishmërinë për të zgjeruar më tej bashkëpunimin e suksesshëm me Federatën Shqiptare të Futbollit. Dhe kjo iniciativë ka një vlerë të jashtëzakonshme dhe shumë të rëndësishme. Në zyrat e mia mund vinë gjatë gjithë vitit shumë fëmijë dhe shumë prindër që kërkojnë ndihmë. Në rastin konkret, mendoj që zgjidhja që ka bërë Federata e Futbollit dhe zoti Duka është që, okay, pse duhet të shkojnë ta fëmijë të kërkojnë ndihmë kur mundësitë janë që ata të shkojnë me kontratë dhe të jenë krenar për kontratën që kanë dhe të kërkojnë shërbimin që u jep mundësi kontrata. CEO i Sigal theksoi se marrëveshja ushton dinjitet sportistëve sepse dëmtimet nuk do t'u ndalojnë ëndrat sportive, kontratat e tyre të sigurimit do të mundsojnë që të ruajnë përqendrim te sporti. Sepse një thyrje kame kushton 4.000 deri në 5.000 euro. Dhe asnjë prind nuk është i menjëherë sa do i pasur thotë po prit çfarë ndodhi. Kështu që të gjithë ata që u morën me këta unë i falenderoj shumë dhe natyrisht që ne krahas atyre iniciativa që kemi pas dhe atyre mbështetje që kemi bërë për Federatën e Futbollit, që kemi bërë në VMC gjatë këtyre viteve, ne do donim që këtë ta zgjeronim më tej. Ardian Haçi, sekretari i përgjithshëm i Shoqatës Rajonale të Futbollit, e konsideroi këtë projekt shumë eficient, që plotëson 3 kriteret rëndësishme: çmimin e ulët paketës, karakterin jo detyrues dhe përfitimet konkrete shumë praktike për aktivitetin sportiv të fëmijëve dhe familjarëve të tyre. Edison Gjoni, menaxheri i produktit përkatës në Sigal Insurance Group, garantoi se përfitimet e kësaj marrëveshjeje do të shtrihen te familjet e fëmijëve dhe do të shkojnë së shpejti edhe përtej qarkut të Tiranës. Marrëveshja përbën një hap të rëndësishëm drejt mbrojtjes dhe mirëqenies së sportistëve të rinj, duke vendosur standarde të reja sigurie në futbollin e moshave. Sigal Insurance Group është sponsor premium i kombëtares Kuqezi, e po ashtu edhe sponsor i kampionatit vendas A Business Superiore, duke ndjekur shembujt botror të gjigantëve të sigurimit që mbështesin standardet e larta në sport.